Dje në ora 14:05 minuta, në fshatin Sedlarce e përme të Tetovës, punonjës policie nga departamenti policor i Kamjanit kanë arrestuar një person nga po i njëjti fshat. Ai kërkohej me urdhër të gjykatës themelore të Tetovës për vuajtjen e dënimit me burg, në kozgjatje prej një viti për veprën penale vjedhje e rënd, sipas neni 236 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Më datë 1 shkurt 2026, në ora 11:30, në departamentin policor të Tearcës, është denoncuar se në zhveshtoret e fushës së futbollit në fshatin Tearcë, në të 4 anët e jashtme të objektit janë shkruar grafite të ndryshme me përmbajtje fyese dhe ksenofobike. Ktyrje në vendin e ngjarjes e ka kryer ekipi i sektorit të punëve të brendshme Tetov dhe po merren masa në gjetjen e autorëve dhe për zbardhjen e plotë të rastit. Në periudhën nga 1 janar 2026 deri në 31 janar 2026, si rezultati kontrolleve të rregullta në trafik që i realizojnë në punësit policor nga të gjithë sektorët e punëve të brendshme, në rrugët e mbar vendit nga gjithsej 15.943 urdhër pagesa të lëshuara, 3.683 shkelje kanë të bëjnë me shoferët të cilët nuk e kanë respektuar shpejtësinë e përshkruar të lëvizjes. 74 persona u privuan nga liria për drejtim të pakujdesshëm të mjetit motorik në përputhje me nenin 297A të kodit penal, nga të cilët 67 drejtuan në ndikimin e alkoolit, njëri për shkak të drejtimit në ndikimin e drogës dhe substancave psikotrope, një shofer për shkak të drejtimit të mjetit në drejtim të ndaluar, një për shkak të drejtimit me shpejtësi më të madhe nga e lejuara në vendbanim, 4 për drejtim me shpejtësi më të madhe nga e lejuara jashtë vendbanimit. Mëtej sipas pasqyrës statistikore të aktiviteteve policore, gjatë muajit janar u regjistruan 4233 shkelje për parkim të parregullt, u shqiptuan 1611 masa ndaj shoferëve që drejtonin automjetin pa patent shoferi, si dhe 474 sanksione për drejtim në ndikimin e alkoolit.